Do të kalojmë përsëri tek zhvillimet politike në vend. Pra, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për pak minuta pritet të takohet me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, duket se takimin me presidentën Vjosa Osmani vetëm po e zhvillon. Mirë, po gjitha detajet do të na jap Gens Godanci. Gens, mirë se vjen në Kosova Live dhe cilat janë detajet që mund t'i sjellësh drejt për drejt? Po, përshëndetje Ajda, Amir dhe gjithë shikuesit e televizionit të shtatë, atëherë që 15 minuta ka filluar takimi presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen me presidenten Vjosa Osmani pikërisht këtu në objektin e presidencës së Kosovës. Kjo nisi vizitën në Shqipëri, kjo nisi vizitën në kuadër të turit të ballkanik në Shqipëri, pastaj vazhdoi në Maltëzi, në Bosnjë Hercegovinë dhe sot në mëngjes ishte pra në Serbi, e tash po takohet me presidenten Vjosa Osmani, ndërsa pas përfundimit të takimit me presidenten Vjosa Osmani, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të ketë takim edhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, pikërisht këtu ku po gjendem unë pra në njëra nga sallat e kuvendit që mund të shihet prapa meje. Ajo nuk do të takojë kryeministrin në detyrë në objektin e qeverisë. Von der Leyen Amir dhe Ajda gjatë vizitës së saj në kuadër të turnerit ballkanik i bëri thirrje të gjitha vendeve anëtare, pra të gjitha vendeve që të bëjnë hapa konkret drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Mirë, po nuk diskutoi për ndonjë gjë tjetër. Për shembull, në Serbi kur ishte, nuk e përmendi as pak çështjen e dialogut me Kosovën, se i bëri thirrje që të bëjë reforma në disa ligje, si dhe i bëri thirrje që të ketë përparim në mediat e lira, në media online, pasi që siç dihet, demokracia në Serbi në këtë aspekt nuk është aq e duhur. Tash të shohim se çka do të diskutojmë me liderët këtu në Kosovë, ajo që dihet është në vizitën e fundit që e pati në Republikën e Kosovës në tetor të vitit 2024, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i kishte lavdëruar Kosovën për hapa që i kishte bërë në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Megjithatë, ajo që dihet Amir dhe Ajda është pas se ai plan i rritjes asnjëherë nuk u implementua për shkak të mos funksionalizimit të institucioneve këtu në Republikën e Kosovës, pra njëkohësisht mos ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare këtu në kuvendin e Kosovës. Pas përfundimit të takimit me Vjosa Osmanin dhe me Albin Kurtin, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nuk ka të paraporë ndonjë deklarim për media, megjithatë presidentja dhe qeveria e Kosovës si zakonisht rëndom, pra do të shohin deklarata ku do të tregojnë se çka ka diskutuar presidenti i Komisionit Evropian, edhe kjo e fundit si zakonisht me gjazë të bëjnë ndonjë postim se çka ka diskutuar me liderët të Kosovës dhe pas përfundimit të takimit me presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin e detyrë, ajo do ta përfundojë vizitën në turneun në fakt të kuadër turneut ballkanik, po do të vizita fundit të jetë në Maqedoninë e Veriut dhe më pas do të vazhdojë pra në Komisionin Evropian. Isha duke thënë që nuk kemi mësuar që t'i shohim këto pamje kur ka takime me kryeministrat, në këtë rast me kryeministrin në detyrë, pra në një sallë të kuvendit. Na intereson sa pati ndonjë reagim nga qeveria apo takimi u pranua pas një koment që të bëhet në sallën e kuvendit? Qeveria në detyrë nuk ka reaguar ende pra rreth mbajtjes së takimit në kuvendin e Kosovës, ajo që e pa pak më herët është ministri në detyrë financave dhe transfereve Zoti Kurran Murati, i cili kaloi këndej pari pra por nuk u deklarua. Tash pritet të shohim se çfarë do të thonë pas takimit me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Faleminderit shumë Gens për këtë paraqitje dhe këto detaje që i ndajve bashkë me ne dhe shikuesit e Kosova Live.